Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Të ndëruar besimtar, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Në falënderojmë Zotin Allah subhanahu wa ta'ala, i cili na mundësoi të arrijmë të ditë të bekuar të Fitr Bajramit pas një muaji të Ramazanit, cilin padyshim e përcollën brëm. Fillimisht lutem Allahun subhanahu wa ta'ala që të gjitha adhurimet, veprat e kryera gjatë muajit të bekuar Ramazan, Allahu të na pranoj. Shpërblimin të na shpërfishoj dhe ashtu qysh në iftar në gëzojt dhe ditën ku të dalim para ti, ja Rabbel Alamin. Qoftë ky Ramazan të cilin e përcollëm shefatxhi ndërmjetësues për neve, ja Rabbel Alamin. Qysh ka premtuar dërguari i tij, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah. Agjerimi dhe Kur'ani ndërmjetësojnë për robin ditën e gjykimit. Allah e boftë agjerim dhe këtë Ramazan ndërmjetësues për ne. Allahu na mundsoft që me fitu shpërblimin e madh ditën e gjykimit, ne dhe familjet tona që së bashku të futemi në xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala përmes derës Ar-Rayyan, dera e agjeruesve. Thot profeti alayhi salatu wassalam, yunadi munadin yawm al-qiyamah. Thret një thirrës ditën e gjykimit, ejnë as-saimun, ku janë agjeruesit? Ejnë as-saimun, ku janë agjeruesit? Allahu në bëf për e tyre që i përgjigjen i kësaj cilë të kësaj tire, ja Rabbel Alamin. Ngritën dhe futën për në derën e Rayyan, në cilën derë thot profeti alayhi salatu wasalam, futën vetëm agjeruesit. Dhe pas se të futet agjeruesi i fundit, ajo derë mbyllet. Allahu na i hap dyert e xhenetit e mos na mbyll ato, ja Rabbel Alamin. Allahu na bëf nasib xhenetin, ja Rabbel Alamin. Allahu na bëf nasib xhenetin, ja Rabbel Alamin, për të cilin punuam, agjeruam, u falem, Kur'an lexuam, sadaqë dhuruam, iftar e shtruam, vetëm në qëllim që të arrijmë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. E kënaqësia e Allahut, pastaj të dashur vëllezër besimtar, rezulton me kënaqësi të përjetshme për ne. Të gjitha kënaqësitë e kësaj dynjaje, sado që janë ato ndoshta të mëdha, dhe sado që janë ndoshta ato të rëndësishme, dhe kemi dëshirë me i pas dhe me arrit ato janë kalimtarë të dashur vëllezër besimtar. Ato janë shumë momente të shkurtëra, të cilat ndoshta një moment ose një ditë ngelin vetëm si disa përjetime dhe harrohen. Kurse kënaqësitë e botës së tjetër, kurse rahatia e botës tjetër në xhennet nuk ka fund të nderuar vëllezër besimtar. Khuludun fala maut. Përjetësi dhe nuk ka më vdekje. Kështu thot profeti alayhi salatu wasalam, ditën e gjykimit thot do të sillet vdekja në formë të një dashi, kurbani, dhe përballë ose përpara të gjitha krijesave. E ta'rifuna hadha, apo njihni këtë? Kjo është që nuk e kemi përjetuar dhe se kemi pa dyshim. Po ndoshta as me paramendu s'kena mundësi. Por ne i besojmë çdo gjë që e ka përmend Kur'ani dhe që na ka treguar profeti i tij, sepse ajo është shpallë të dashur vëllezër besimtarë, ashtu do të ndodhë. Kjo është vdekja, theret vdekja, atëherë thot Allahu subhanahu wa ta'ala, pas sotit nuk ka më vdekje, përjetësi dhe jo më fund. Andaj besimtarët do të jenë përjetësisht në xhenet. Allahu na bëf prej tyre, ja Rabbel Alamin. Kurse mohuesit do të jenë përjetësisht në xhenem, të dashur vëllezër besimtarë.
andaj ja vlen me agjeru, andaj ja vlen mu lodhë, andaj ja vlen hizmetin me jabo, sepse përmes këtij angazhimi të dashur vëllezër besimtar, përmes këtij angazhimi, kësaj pune që nuk është punë me ditë sa e madhe dhe e rëndë, ne e fitojmë përjetësinë në botën tjetër dhe nuk ja vlen të dashur vëllezër besimtar për asnjë çmim, sado që ndoshta mundet me qenë i rëndë për dikën në këtë dynjë që me humbë kënaqësinë e Allahut në botën e përjetshme. Të dashur vëllezër besimtar, në këta pak minuta që kemi para namazit të Bajramit, disa mësime porosi të nxjerrura nga muaji i bekuar i Ramazanit, të cilën vetëm sa kemi përcjellë. Çka na mësoi Ramazani? Është mirë mja bëu këtë pyetje secili vetes, ose çka mësova më mirë unë në Ramazan, ose çka përfitova në Ramazan, sepse ishte një shkollë hyjnore të dashur vëllezër besimtar. Ishte një shkollë e veçantë hyjnore. Prej ditës së parë deri në momentin e fundit ose natën e fundit të Ramazanit, krejt ky muaj përplot me aktivitete. Ditën dhe natën, gjitha këto aktivitete, angazhime, ibadete, detyra, urdhëresa, ndalesa, të gjitha këto prej Allahu subhanahu wa taala. Andaj kishin një mision, kishin një qëllim. Qëllimi final, objektivi final, ai gjëri tash vëllezër ishte la'allakum tattaqun, që të bëheni më të devotshëm. Që të bëheni më të devotshëm. Pra që devotshmëria jonë të dashur vëllezër besimtar të duket sa detutje. Sa detutje. Krejt ky muaj angazhim në ibadet, stërvitje nëse guxojmë, ose mund ta themi pa problem, një muaj ditë stërvitje imanore, fizike, shpirtërore, sociale, kështu me radhë, krejt kjo stërvitje një mujore është që sa detutje të hecim në udhën Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka qenë që me mbaru sot dhe prap mu kthy ku kemi qenë. Jo të dashur vëllezër besimtar. Krejt poenta është që gjitha të angazhim që kemi pas me qëllim që sa detutje ne me qenë më të devotshëm. Dhe nëse dikush që ka kuptuar që Ramazanin mbaroi dhe me Ramazanin mbaron edhe devotshmëria, dhe mbaron edhe ibadeti, edhe mbaron punët e mira, dhe tash bën njëri më kthy prap avazit e vjetër, rrugës e vjetër, larg xhamis, larg xhamatit, larg fukarave, larg familjes, larg sadakës, dhe me vazhdu jetën e tij, për nefsin e tij, për xhepin e tij, për interesin e tij, ai ka gabu të dashur vëllezër. Dhe nuk e ka marrë mësimin e Ramazanit. Nuk e ka marrë mësimin e Ramazanit dhe Ramazani ka qenë vetëm një lodhje, nëse guxojmë ta themi, e që nuk ka ndiku ashtu që është ka kërku Allahu subhanahu wa ta'ala. Jënë të shumta mësimet, jënë të shumta porosit që i nxjerrim, i kemi marrë, i kemi mësu nga ky muaj i madh i Ramazanit. Për këtë dashur vëllezër besimtar është që për me kalit vetën e ibadet, për me boj ibadet, për me dasht ibadetin, për me mësu me boj ibadet, dhe për mu largu prej mëkateve duhet mund. Duhet mund. Askuj nuk e ka ardhë sa qelim shqeqit, ose për një natë më boj devotshëm, ose bëri mirë. Ose më largu prej gjithë haramëve. Por duhet besimtari me e kalit vetën. Duhet me mësu vetën. Duhet sabër. Duhet durim. Nuk është e lehtë më shumë me falë sabahun në vazhdimsi, se për 10 në fundit, ose natën e kadrit, është ma lehtë njëherë në vetë, ose 10 herë në vetë. Por në për çdo ditë, por në vazhdimsi, nuk është e lehtë, duhet sabër.
Po ashtu tash edhe besimtar, nuk është e lehtë edhe largimi prej mëkateve. Nuk është i lehtë edhe largimi prej gjunaheve. Andaj besimtari duhet me pasë durim. Duhet me duru edhe për me boj ibadet, por duhet me duru edhe më mësu dhe më largu prej mëkateve, prej gjunaheve. Ka thonë djetarët ashtu të besimtar, durimi është 3 llojesh. Njëri prej tyre është me bë durim vështërsive, të lasheve. Durimi i dytë është me bë durim në adhurim, me bë sabër me adhurim Allahu subhanahu wa taala. Sepse nefsi ndoshta nuk i vjen lehtë. Nefsi nuk ka çfarë me dhon parë për haxh. Pse me dhon për haxh të ka me marrë diku në vill? Ose me bleni kërë? Pse me hargju për haxh kur nuk pëjshe? Pse me dhon për fukara? Letë punon se cili për veti. Nefsi të thotë qështu. Edhe shejtani thotë qështu. Ndoshta edhe dikush për rrethit thotë. Por duhet ashtu me pas sabër për me punu vepra të mira, sikur se do të me pas sabër edhe për me rujt veten ose për mos me rënë në mëkate, në gjunahe. Sabër. Mësimi më i madh që kemi marrë prej Ramazanit është durimi me adhuru Allahun azza wa jall, por durimi edhe mos me rënë në gjunahe. Mësimi më i madh. Më qonë sëfir, kemi pas sabër. Ka në vështirë, më qonë mes natës e me hangër e me pi, një kohë që së është mësuar organizmi. Pas sabër marë në xhami, kemi duru mos me prish, me sekonda duke e pritë kohën e iftarit, sepse për një sekond, kemi mujtë me prish agjerimin. Mësimi më i madh është sabri, durimi për me adhuru Allahun subhanahu wa taala dhe për mu largu prej mëkatet i madhe. Ka thonë disa prej dietarëve, ky është edhe lloji më i vështirë i sabrit, sepse sabri në sprova ka njëherë edhe me dashje s'ki çka bën. Edhe me dashje s'ki çka bën. Ta ka marrë Allahu dikon prej antarëve të familjes, pa çfarë kime pa sabër. Aso në kthen, aso në nimën, kime pa sabër. Kurse tash mundesh mos me pa sabër. Mundesh me fal, mundesh edhe mos me fal. Mundesh me respektu Allahun, mundesh edhe mos me respektu. Mundesh pas mundesh, çish ka thonë njëri. Mundesh për nashta s'mundesh. Dytë dashëm dhe zërbesimtar për mësimeve të rëndësishme, shumë të rëndësishme. Është përpjekja për të përmirësu. Përpjekja. Nëse do në përmirësu, nëse do në veprat e mira me i kry, nëse do në disa të këqija, shprehi, fjallë, vepra, punë, biznese, cilat janë të mira me i lanë, duhet përpjekje. S'mundesh me thonë pe provoj sot. Mu isha mirë, po s'mujta vëllai ku provu edhe ja. Duhet vazhdimisht. Mos mu tërheq, mos mu dëshpëru, mos mu nal. Por me kërku Allahut dhe krahas kërkimit me gojë dhe më mundu dashur të zot. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ata cilët bojnë përpjekje, që ata thëtë Allahu kena me ju dhëzu, që aty ne kena me ju ndihmu. Nuk ka ajet më madhështor të dashur se sa ky ajet. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ata që jenë mundu, jenë përpjek, e kanë për një me, që atyre këmë ju ndihmu. Lenehdijennehum, kena me ju dhëzu, dhe ka përforcu me 2 përforcuës në gjuhën arabe janë. Lami, lenehdijen edhe në fund
është ky nuni përforcues se quhet lenehdijen, gjithsesi se ata kemi me ju udhëzu. A mos çka duhet ti me tregu Allahut se ki për një me? E provova hoq më së në lonë këto. Ja, mare. Së në lonë. Këtë vepër e së në lonë, këto e së në jone pa filen veprën e kështu më rohë. Allahu për thëtë, ti bë përpjekje, mundohu që të ti hapin tënë, punën tonë e kryje që shdohet, lema mu pastaj. Unë të garantoj që kam e që me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala dhe kam e ndihmu. Ama, duhet që ne me u përpjek të dashur dhe zë besimtar, thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allahe la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dëgjane këto e të dashur dhe zë besimtar, vërtet Zoti nuk e ndryshon gjendjen e një populli. Lexoje edhe të një individi. Përderi sa ai popull, lexoje ai individ, nuk e ndryshon veten e tij. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli. Lexoje një individi. Deri sa ai nuk e ndryshon veten e tij. Kena qef më bo mirë, duhet me punu për mirë ndëruar. S'kena qef dukuri negative, nuk duhet me apoj zmetin ndëruar. Nuk duhet me shit për rrët shkollëv drogën. Nuk duhet me qitë atene për televizion e programet degeneruese. Nuk duhet me ju të këqijat më për hapë. Tani e vrati, e shkurërzaj, e prishi. Zmeti është bo. Po investohet për këtë këqija. Po investohet fatkeqësisht. Po investohet. Se të më ndryshu, nuk ndryshohet me ëndra. Hajtë se pash dhejt e shë një ëndra që këmë më thirë, dikush me shku në haqë, që ashtu presin disa. Të në të mirat e Allahut, ja ka që Zotin, të në të mirat, edhe shëndetin, edhe imamin, që ashtë shumë me rëndësi, se po s'pat iman dhe bindje, leti ka miliona se së në shkanë. Edhe shëndetin, edhe pasurin, edhe alo pret me thirë dikush. Së më ka thirë Ibrahimi, përrete se ka marrë Ibrahimi me thirë, ka me të që zarfin. Lëvez, jarane mirë, lëvez, lëvez. Të regaj Allahu që une jam në zarë për ty, une kam nevojë për ty, une jo ti për mu. Qështu thuj Allahu të azogjen? Pa i thonë, qështu? Mundet me trajtu me rahmetin e ti, prap. Mirë po, ka regula. Kjo është regull kuranor. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një personi ose një popull dhe realisht është në të ajet. Për deri saj nuk e ndryshon vetet e dashur dhe zërbesimtar. Andaj mos u ankoni, edhe si popull ashtu jam edhe në hi. Mos u ankoni. Sepse si popull nuk jena të ja bo hizmetin, ose nuk ja këna bo ndoshta hizmetin për më mirë. Pas luftës nuk kemi sakrifiku, po flasë në tënësi, si shoqëni. Për këtë shoqëni, për këtë vend so duhet. Pas luftës, deri në luftë dhe deri në qëllim është tjetër muhabet. Tjetër angazhim, tjetër sakrificë, tjetër mund, i madhe i vogël për vend ka punu. Pas lirimit, i madhe i vogël për veti ka punu. Kush ma shumë e kush ma pak. Tani së bo mirë, që ka që këna punu, që ka që ke kontribu, që ka që zmetin ja ke bo. Edhe ata popujt tjetë, të shëllëzër, nuk janë ndryshu vetëm në dëshira, pëse kam po qefë. Wallahi ja kam bojnë hizmetin. Edhe sot ja bojnë hizmetin. Edhe sot ja bojnë hizmetin. Edhe me shkollim, edhe me kontribut. Këshërni kontributet që i lojnë të krishterët për kiq. Shkoni këshërni. Shkoni lexoni. Çfarë kontribute, çfarë pasurie lojnë ata
edhe para se me vdek, po në veçanti testamente që në rast se vdes me miliona, firma, biznese, pasuri lojnë për kishën. Ku jemi ne këtu? Mohat feja me vitra, vëllezër. Po na duhet me i lyp vitrat për me mojt medresen, për me mojt bashkinë islame, për me mojt institucionet me vitra. Amoni i kurt, edhe që ato vitra s'ti japin. Edhe që ato vitra i kontestojnë, dhe tjetër ku një qojnë, në xhami falen bashkarisht një muj ditë. Kur ti thuash që tu jepi, dhe të di hoxhën e kujshej. Si jemi duke punu për me konë nivelin që kemi qef. Dhe Zoti na jep, sot ja bojna hizmetit, shumë është për rëndësike. S'ka mundësi më ndryshu edhe si individ, në gjitha nivelet. Ka dikujna që Allah zëri kalon pasuria ka rrugë. Po Allah s'ka me i shku gatë. Nuk ka me i shku gatë. Asë një nivelin akademik, ajo metoda e mësimit duke shti librin në rjastak, ajo shku para lufte. Para lufte ka pas mundësi, mëse ishëm dë vjerësha me shti librin në rjastak, e kur që është nesër, masha Allah, te barak Allah. Jo, dozën. Ose Mr. P ka pak ditën e Shëngjerzit, edhe ka me që Allahu bereqet, e mja lidhë dëpej ato mbisht, edhe ka me, e kemi po që ato ishin konë bestëtni. Allahu ka bëll me dhonë, edhe tjep, edhe ka sa dush mire, po ka vendosë regla për këtë jetë. Dhe këto regla, të shëndëzër, vlejnë për të gjithë. Vlejnë për të gjithë njerëzit. Ai që ja bën hizmetin dynjas, ja jep. Ai që ja bën hizmetin ahiretit, ja jep. Andaj bën këtë mësim shumë të madh, nga ky muaj i bekuar, që ndryshimi, përmirësimi nuk bëhet pa ja bërë hizmetin. Nuk bëhet pa ja bërë hizmetin. Veprave të mira edhe largimin nga veprat e këqija. E nëse ja bën hizmetin, Allahu po thot, unë ju garantes suksesin. Allahu akbar. Walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ata të cilët bojnë përpjekje, kuptone? Ajeti është shumë i qartë. Përpjekja nuk është veç një herë, me lonë sahatin, e lash të mduhet gjumë i ujë, edhe ma, u krye, përpjekja është me roheret, e me lonë 2-3 alarma, e me i thonë edhe gruës thirrën, e me i thonë edhe djallit thirrën, edhe me i thonë edhe shokut thirrën për sabah, këjshi se kështu me rohë, që kjo është përpjekje. Allah që kështu po dënë, me pas për një me, përpjekja është mundu këgja shumë. E që ta që bojnë përpjekje, që ta të dalazër kena me udhëzu. Tretë dhe shëllëzër për i mësimeve të rëndësishme, shumë të rëndësishme, ai cili e ka preokupim ahiretin, ai cili e ka qitë piken nishanin larg, ai me lejen Allahut ka me nëzon ahiretin edhe dynjon. Ai që e ka qitë piken veç dynjon, ai që e ka nishanin veç dynjon, ai as ka me nëzon dynjon, pra e ka humbe dhe ahiretin. Kështu ka premtu profeti alayhi salatu wasalam. Ne e pom në Ramazan. Në Ramazan besimtarët e kishin për qëllim kanë ahiretin. Krejta gjendja e tyre ka qenë ahiretin, xhenetin mos me hum. Nuk I kemi pas preokupim parsor dynjan dhe punët e dynjas. Por, a kena ngel kesh në aspektin e dynjas diçka? Jo, do shumë zërë. Ma dje plot ndoshta prej bizneseve,
ma mirë i kanë pas punë në Ramazan se sa jashtë Ramazanit. Edhe restorantet, subhanallah, që ishdohë ndoshta me qenë kundërtën, për shkak të agjerimit besimtarëve dhe për shkak se mështeria jam pak, ishdohë me kanë kundërtën, por shumicët që më karo me bisedu ma mirë, bile disa thënë kësha pas qef me konë, ata këshim pas qef me nasken qef, me konë edhe një mujë Ramazan, se edhe Allah i mirë konë. Qështu po thënë disa pronarë të restorante, subhanallah. Për shkak të iftareve. Andaj, kjo vetëm një shembull. Profeti ka thonë, ai që e ka për qëllim, men kanat al-akhiratu hammuhu, ai që ahiretin e ka hem është breng. Hem është breng. Ai që e ka breng ahiretin me fitu. Ai që e ka gajle xhenetin me fitu. Ka thonë profeti sallallahu ja vendosim në mes dy syve pasuri. Në të aspektin, ai e ndjen, e përjeton dhe mendon që s'ka ma knoqën saj dhe ma i pasër saj. Thot mes dy syve ka pasuri. Dhe ai është rahat. Ai që e ka ahiretin. Ai është rahat. Ai është rahat. Edhe nëse s'ka shumë prej monedhave, ai është rahat. Allahu ja ka vendos pasurinë në gjoks, në zemër dhe në sy. Ai ka me jetu i qetë. Nëse ka dhonë Allahu malë mirë, nëse si ka dhonë ai prapë është i qetë. Kurse thot profeti alayhi salatu wassalam, ai që ka prekupim gojle dynja, në gjënë mirë. Ai që ka prekupim gojle dynja, ja vendosë fëkrallakun mes dy syve. Edhe ai shashtrisët. Maru, po thënë ka ma kështu, kërset atje dikun një pushk, në kinë, thët, lufta e tretë, lufta e dytë, qa ka më bo? Kena me dhe, zbën, do të punu, i madhi vogël, ka dalë Allah, hoj, s'ka vakt, ju e kini kalaj, asa kemi kalaj. Pa na po shkojmë rrugës të Allahut azza wa jall, në dorën cilit është risku. Kështu po thot profeti, për ata shëllëzër, ky person që e ka dynjon si pas hadithit profetik dhe recetës profetike, ai që e ka preokupim dynjon me fitu, jo ai që punon edhe mundohet, ka pasi duhet me punu të gjithë për dynjon, sepse që tu jemi linj, që tu jemi rrit, që tu kena me hangër me pi, dhe për mes kësojna dynjon kemi fitu ahiretin, nuk po thëm ashtu, as hadithi nuk po thot ashtu, por hadithi po thot me pas gajlin kryesore dynjallakun, me pas preokupim dynjallakun, me pas fokusin kryesor një jetë vetëm pasurin, më mundu krejt jetën me dhonë për dynjo. Ai që ka qëtë gajlë, dhe profeti a.s. ati kena mja vendosë, ose i vendosë të fukarallakun në balë, mes dy syve, edhe ai nëse i ka milionat, apet i do këtë fukarallak për parë, të vasha zote, ka me kom problem. Milioner në ashtë, srahatuhet, asaj, as flen rahat, as knaqet, dhe në fund unë azat mundet me përfundu që ishte po përfundojnë kogja shumë raste të personat të tillë që nuk e njoftën Allahun subhanahu wa ta'ala, punuan për dynja dhe humben edhe dynjan, por humben edhe ahiretin. Andaj të dashur vëllezër besimtar, në Ramazan e kemi pa, e kemi qitë pikën, e kemi pas gajle, e kemi pas dërt, ahiretin, xhenetin, kënaqësinë e Allahut, inshallah ato kemi fitu, por edhe prej dynjos kur që mungu s'kena lënë. Edhe dynjoja na ka ardhur alhamdulillah. Dhe ky hadith thot, ai që ka preokupim ahiretin, Allahu ja vendos pasurinë, kënaqësinë, rahatin në ball dhe i vjen dynjoja për çefi kadal. Pa u bohur, pa u korit, kurse ai që e vendos e ka hem, e ka brengen kryesore fitimin e dynjas, thot atje vendosim fukarallakun mes dy syve, dhe ai s'munet me nxon prej dynjas vetëm ato që ja kemi shkruar. S'munet me marrë. Ka të dashur vëllezër besimtar, prej mësimeve të Ramazanit që kemi marrë është rëndësia
e bashkëpunimit në punë të mira. Rëndësia e bashkëpunimit në punë të mira. Sa letë është me bojë ibadet kur punojnë të gjithë, kur të gjithë adhurojnë, kur të gjithë ose shumica falen, agjerojnë, thrasin iftare. Sa letë është. Andaj ky mobilizim i shoqërisë në përgjithësi për të bërë mirë, për të respektu këtë muaj që Zoti ka dashur, ka prodhuar rezultat. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, dhe bashkëpunoni në punë të mira dhe devotshmëri. Wal 'asr innal insana lafi khusr, pasha kohën thot Allahu Azza wa Jall, innal insana lafi khusr, vërtet njeriu është në humbje. Vërtet njeriu është në humbje. Illa alladhina, përveç atyre. Pra në parim, njeriu nëse nuk ndjek porositë e Zotit, cilat tash i përmend, nuk i ndjek këto kritere dhe nuk ju përmbahet tyre kritereve, ai është i humbur. Si person, si familje dhe si shoqëri pastaj. Dhe kjo është betim. Dhe Allah interesant është betu në kohë tash, me të regu që për mi arrit qito dhe për mos me humbë, për ta përmenë rëndësinë e kohës. Ka të flejt, me mëri as dynjon, as ahiretin, as dijen, as shkollën. Të flejt kërkur s'ka përparu, të fjet kërkur s'ka xallu, të fjet kërkur në xhenet s'ka hi. Wal asr, pasha kohën, me të regu që rëndësia e kohës është esenciale. Innal insana lafi khusr, vërtet njeriu është në humbje. Illa alladhina amanu, përveç kushti i parë, kriteri i parë. Illa alladhina amanu, përveç atyre që kanë besu. Nuk ka mundësi me shpëtu pa besim. Let i humbin shpresat. Shpresë ka dhe për ata më këthy mirë, po nëse mendojnë me shku frajera që ashtu. Na jena lajke, na jena të mërim, s'kem nevojna për xhamia, s'per kisha, s'kem nevojna, jena masha Allah. Le të harrojnë se nuk kanë me shku gatë. Nuk kanë me shku kanë fjollen në xhenet, se për këtë dynja Allahu sa i ka dhënë emër secilit. Illa alladhina amanu, nuk ka shpëtim pa besim. Kjo është kriteri i parë. A mjafton vetëm besimi? A mjafton vetëm besimi, o njerëz, o populli im, o xhamati i dashur? A mjafton veç me thonë na jena muslimanë dhe çikaç? A na mjafton që kjo? Ku na çon që kjo? A na garanton që kjo shpëtim? A na garanton veç bajrami? A është ballë mi falë veç 2 bajramet edhe je më i miri muslimanëve? Illa alladhina amanu, dhe kriterit i wa amilu salihat, dhe punuan vepra të mira, pa punë. Kretë dyrë të xhenetit e kanë emër. Nuk ka ato dera e gjumashave, as nuk ka dera e dëllëvergjive, as dera e demelave. S'ka. Këso dysh nuk ka në xhenet. Dera agjerimit, me punu, dera sadakës, me dhanë, dera respektimit prinderve, përmes prinderve, dera namazit, dera gjihadit, luftës, përpjekjes. Nuk ka në xhenet të nejtë me shku. Nuk ka në xhenet. Të shkon që ka shkallaj s'ki shu Allah hiç profet. Veç kështë tonë besoni dhe granit gjithë se cili punoni që ka doni, dhe tonin i të barabart. Jo, vllazë të dashur. Mos e mashtroni veten. Mos e mashtroni veten. Mos e mashtroni veten me thonë se veç me la ilaha illallah. Shumë është me vlerë la ilaha illallah. Dhe është qelësi i xhenetit la ilaha illallah. Mirë po secili qelës të dashur vëllezër besimtari ka
i ka na i thënë dhëmët, i ka ato vrimat të cilat nëse vetëm një vrim nuk e ka si duhet nuk mundesh me qelë dire. E kam qelësin. E kje qelësin, po da i qelës nuk po të banë për atë dire. Provo ma thonë. Qelës, të vrimat, namazi, zëqati, agjerimi, haxhi, respekti prindërve, që shtu e ka marru Allahu qelësin e xhenetit. A qelësi është la ilaha illallah. S'ka dyshim. Qelësi është la ilaha illallah. S'ka dyshim. Por qelësi pa ja bo, pa qut e mjeshtri me ta marru. Edhe gabimi ja bo ato varshajat, vijat, prap nuk të krynë punë. Se dikush ato ne po bëj mirë që atje dikun pjunimoj dëve në Pakistan, e baba i vet, e vllau i vet, e migja i vet, e kusherin i vet s'ka buk me hongër. Jo e roni mirë, gabim je. Qelësin qysh ka dasht mjeshtri, jo qysh dën ti. Ti shkon te mjeshtri, tu i bëma në qelë, qysh duhesh ti? O a thët për cilën deri e ki, o e dëst, për cilën deri e ki, për der xhenetit, Allahu i ka vendosë vijat e qelësit. E për të dyrë të tjera Allah ile, se cilit dhe të përvan me ato që i qelet. S'ka shpëtu vëtë maj që ka besu, u amilë salihat, kam punu veprat mira, tretë dhe shlëzër kjo e surat asër. U amilë salihat e wa tawasau bil haq, dhe kanë bashkëpunu në punë të mira, që kjo e doshtë, kanë bashkëpunu, bashkë. S'muna me jesë për para pa kanë të unifiku, pa punu të gjithë. S'ka mundësi. S'muna me jesë për para pa punu të gjithë. O të wasau bi sabër, po s'po bënë, po s'po ngojnë, e këto ta spjegën ajeti 4. Dhe bashkëpunani duke bo sabër. Do të bo sabër. Se mi thonë, hajde bojna mirë, nështë ta ketë të gojnë, po nja 5 përgjigjen. Është një aksion, një 10 përgjigjen. Tjetër nëherë, është një aksion humanitar, një 20 përgjigjen. E kështu me radhë. Me sabër, duke mos u tërhek, dhe shkon duke u zhenu rrethit të mirëve, dhe sot zhenohet rrethit të mirëve, ngushtohet kush? Rrethit e këqive. Po të mirët po flajnë, dhe veç po këshyrin televizor, qka po bojnë ata? Qëre që po bojnë qafirat? Qëre që po bojnë këqit? E një të mirë qenje të bojnë. Ata i kanë qenë me 10 televizione. Ata i kanë qenë me 10 qindra televizione. Ata i kanë me qindra emisione. Ti soj ki, nasi musliman soj ki. Cili është kontributi? E kështu me radhë. Me besim, me vepra, me bashkëpunim dhe me durim. Këto janë 4 kritere të shëllëzër që Allah i ka përmenë në surët e Asr, cilat garantojnë se njeriu ka me shpëtu në këtë botë dhe në botët e tërë. Allah mojë ndërru të shpërbleft. Allah në pranu veprat e mire Rabbil Alemin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la